Në një deklaratë papritur dhe mjaft personale, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë me dije një vendim që nuk lidhet drejt për drejt me politikën, por me një pasion të thellë të tij, artin. Ai ka bërë të ditur se për herë të parë pas shumë vitesh i është dashur të heqë dorë nga aktiviteti i tij artistik, duke dhënë dorëheqje nga piktura. Kjo ka ardhur si pasojë e një vendimi të ndërgjegjshëm për t'u përkushtuar tërësisht ndaj sfidave të mëdha politike që vendi po përballet aktualisht. Për më shumë se 3 dekada përtej rolit të tij si politikan, Edi Rama ka qenë gjithashtu një artist aktiv, me ekspozita brenda dhe jashtë vendit, ku ka prezantuar botën e tij përmes ngjyrave dhe formave. Arti nuk ka qenë thjesht një hobi, por një pjesë e rëndësishme e identitetit të tij. Megjithatë, ai është shprehur se në një kohë kur Shqipëria ndodhet në një moment të ndjeshëm politik dhe institucional, veçanërisht në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, është e domosdoshme që çdo fokus i tij të jetë i përqendruar tek detyra publike. Në deklaratën e tij, Rama theksoi se ky vendim nuk ka qenë i lehtë. Piktura ka qenë një mënyrë për të reflektuar, për të shkëputur mendjen dhe për të gjetur frymëzim edhe në mes të betejave politike. Por sipas tij, Shqipëria ndodhet në një udhkryq të rëndësishëm, ku përkushtimi maksimal i leadershipit është i domosdoshëm. Për këtë arsye, ai ka vendosur të ndalojë çdo angazhim në art për një periudhë të pacaktuar kohore, duke lënë pas një pjesë të vetes për t'u përkushtuar tërësisht shërbimit ndaj vendit. Ky vendim është pritur me reagime të ndryshme në publik dhe në qarqet politike. Disa e kanë parë si një akt përgjegjësie dhe sakrifice personale, ndërsa të tjerë e kanë interpretuar si një sinjal të presioneve të shumta që leadershipi përballet në këto momente. Megjithatë, ajo që mbetet e qartë është se kryeministri ka zgjedhur të bëjë një ndarje të qartë mes pasionit dhe detyrës, duke vënë interesin publik përpara dëshirave personale. Në fund të ditës, ky vendim ngre edhe një herë në diskutim balancën mes jetës private dhe asaj publike për figurat që mbajnë përgjegjësi të larta shtetërore. Edi Rama, si një ndër liderët më i jetëgjatë në politikën shqiptare, ka dhënë një shembull se donjëherë për të përmbushur misionin nevojitet edhe sakrifica më e thellë personale. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.